Të paktën 2.4 miliard lek apo rreth 24 milion euro ishte dëmi ekonomik dhe menaxhimi jo efektiv i parave publike që kontrolli i lartë i shtetit zbuloi gjatë auditimeve në 8 muajt e vitit të shkuar. Publikimi i fundit i kontrollit të lartë të shtetit që përfshin periudhën janar-gusht vlerëson se gjatë periudhës janar-gusht 2025 janë dhënë 148 rekomandime mbi gjetje me efekte negative në buxhetin e shtetit për total vlerën 2.4 miliard lek, nga të cilat dëmi ekonomik vlerësuar 112.2 milion lek, menaxhimi jo efektiv i fondeve në vlerën 2.29 miliard lek. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, vlera e efekteve financiare me pasojë dëm ekonomik 1.2 milion euro në buxhetin e shtetit është konstatuar 57% në fushën e shpenzimeve dhe 43% në fushën e të ardhurave. Gjithashtu problematika janë evidentuar në të ardhurat e munguara nga administrimi i pasurisë shtetërore dhe marrëdhëniet kontraktuale me palët e treta në shumën prej 1.47 milion lek, nënvizon kontrolli i lartë i shtetit. Ndërkohë gjatë periudhës janar-gusht 2025, Institucioni Suprem i Auditit në vend ka evidentuar shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e administrimit të të ardhurave, shpenzimeve dhe në përdorimin e fondeve publike në vlerën 2.3 miliard lek, nga të cilat 1.76 miliard lek në fushën e të ardhurave ose rreth 77% e totalit kryesisht në të ardhurat e qeverisjes lokale për çështje që lidhen me detyrime për taksa dhe tarifat vendore, mos tarifimit për llogaritjes së gabuar, mos aplikim të kamat vonesave për përdorimin e pronave të bashkisë nga subjekte private dhe detyrime të parkëtuara për zjarre, apo veprimtari të kundralishme si prerje drurësh, gur dekorativ e të tjerë, rreth 35% e totalit të ardhurave. 523.5 milion lek në fushën e shpenzimeve, ose 23% e totalit si rezultati i shkeljeve të konstatuara përgjatë procedurave të prokurimit dhe zbatimit të punimeve, kontratave në vlerën 253.9 milion lek, si dhe shkelje të disiplinës buxhetore lidhur me likuidimin e shpenzimeve në vlerën 123 milion lek.